Muajt e fundit hetimi I publikuar nga Mediapart ka sjellë në vëmendjen europiane një fenomen që ka ekzistuar në Turqi për dekada, por që tani po merr një dimension të ri. Ndërthurjen gjithnjë më të dukshme të aparateve shtetërore, grupeve ultranacionaliste dhe organizatave të diasporës të transformuara në instrumente ndikimi dhe kontrolli. Kjo pamje përfshin jo vetëm ngritjen e ujqërve gri ose grupeve të tjera radikale, por edhe shfaqjen e një sistemi hibrid ku pushteti politik, shërbimet e sigurisë dhe milicit janë të ndërthurura, duke ushqyer një strukturë paralele që është më fleksibile dhe shpesh më efektive se ajo zyrtare. Hetimi përshkruan një galaktik aktorësh që të marrë individualisht mund të duken të fragmentuar, në realitet marrë së bashku ata formojnë një rrjet që funksionon në harmoni me qëllimet e nacionalizmit bashkëkohor turk, zgjerimin e ndikimit jashtë vendit, shtypjen e mospajtimit brendshëm, përmbajtjen e lëvizjeve kurde dhe angazhimin në antagonizëm me Europën kur është e nevojshme. Ujqërit gri, një organizatë historike e MHP-s, janë vetëm pjesa më e dukshme e këtij mozaiku. Krahas tyre veprojnë grupet formuara pas vitit 2016, njësi mbrojtëse të transformuara në milici informale dhe rryma nacionaliste e islamiste, që e gjejnë klimën aktuale terren pjellor për bashkimin e ideologjisë së tyre me strategjitë e qeverisë. Roli I shtetit zyrtar është I paqartë por vendimtar. Nga njëra anë, qeveria e mirëpret MHP-n si një aleat të qëndrueshëm politik. Nga ana tjetër, ajo toleron ose inkurajon përdorimin e figurave nga rrjetet ultranacionaliste si mjete informale në krizat rajonale. Në këtë dinamik, shërbimi turk I sigurisë luan një rol koordinues. Sipas burimeve të cituara, MIT punson aktivist radikal si burimet jashtme, të aftë për të vepruar në kontekste ku veprimi zyrtar do të ishte shumë I ekspozuar ose I pabesueshëm. Kjo strategji kujton metodën klasike të shtetit të thellë, mbajtja e një zone grid grupeve të afta për të vepruar me mohim, por në përputhje me objektivat e përgjithshme. Funksionimi I këtyre rrjeteve nuk kufizohet vetëm në Turqi. Hetimi zbulon një prani të strukturuar në Europë, veçanërisht në Francë, Gjermani, Austri dhe Holland. Këto nuk janë vetëm grupe militante, por shoqata kulturore, sportive dhe fetare që në disa raste shërbejnë si platforma për mbikëqyrje propagandë ose mbledhje fondesh. Diaspora turke në Europë bëhet kështu një terren I konkurrencës politike dhe kontrollit shoqëror. Mbikëqyrja e kundërshtarëve nga gylenistët e kurdët shpesh ndodh përmes këtyre kanaleve. Është këtu që logjika e shtetit paralel del më fuqishëm. Aparati diplomatik ruan formën e tij zyrtare, por presioni I vërtet vjen nga aktivistët dhe qarqet ultranacionaliste që mbajnë kontakt vazhdueshëm me zyrtarët konsullor ose rrjetet informale. Shqetësimi europian buron pikërisht nga kjo natyrë e dyfishtë. Autoritetet kanë frikë nga infiltrimi politik, manipulimi I votës së BE-s dhe presioni mbi gazetarët dhe disidentët. Franca, Austria dhe Holanda kanë hapur tashmë hetime specifike, ndërsa në Gjermani incidentet e frikësimit kundër aktivistëve ose gazetarëve kurd në mërgim janë dokumentuar prej vitesh. Veprimet e këtyre rrjeteve nuk marrin gjithmonë forma të dhunshme, por ndikimi I tyre në klimën sociale është I dukshëm. Ato mbjellin frikë, ushtrojnë presion dhe pengojnë bashkëjetesën midis komuniteteve. Aspekti më delikat I hetimit ka të bëjë me financimin. Sipas Mediapart, rrjeti ultranacionalist përfiton nga fondet nga shoqatat e diasporës, firmat e sigurisë dhe donacionet e kanalizuara përmes organizatave kulturore të lidhura me Diyanet ose MHP. Këtu ndërveprimi midis shtetit dhe niveleve paralele është qartësisht I dukshëm. Strukturat zyrtare ofrojnë legjitimitet, ndërsa ato jo formale garantojnë fleksibilitet operativ. Ky sistem lejon mbështetjen e aktiviteteve në Europë dhe teatrot rajonale nga Kaukazi në Ballkane deri në Siri. Konteksti gjeopolitik është po aq I rëndësishëm. Studimi tregon se djathta ekstreme turke nuk po vepron si një entitet I izoluar, por si pjesë e strategjisë ekspansioniste të nacionalizmit të ri turk. Ekzistojnë 3 drejtime kryesore: Ballkani, ku Turqia po kërkon të konsolidojë lidhjet politike dhe kulturore, Kaukazi, ku mbështet Azerbajxhani dhe ruan presionin mbi Armeninë, dhe Europa, ku diaspora po bëhet një levë diplomatike dhe një mjet I mundshëm presioni. Në këto zona, grupet ultranacionaliste dhe strukturat paralele shpesh veprojnë në përputhje me objektivat shtetërore, edhe kur ato nuk janë të koordinuara drejt për drejt. Rezultati është një hibrid I veçantë, një shtet zyrtar I forcuar nga një konstelacion grupesh jo zyrtare dhe një shtet paralel që merr pushtet nga mbrojtja politike që merr. Kjo dinamik nuk është e re në Turqi, por sot ajo merr një dimension më të gjerë transnacional. Për Europën kjo do të thotë merresh jo vetëm me një fuqi rajonale të vendosur, por edhe me një sistem në cilin aparatet institucionale dhe rrjetet ideologjike mbështesin reciprokisht njëra tjetrën, duke e bërë më të vështirë dallimin se ku mbaron veprimi I shtetit dhe ku fillon ai degëve të tij jo zyrtare. Kjo është arsyeja pse hetimi I Mediapart nuk është thjesht një hetim gazetaresk, por një thirrje zgjimi. Ai tregon se si një nacionalizëm I strukturuar me degëzime zyrtare dhe paralele mund veprojë njëkohësisht brenda dhe përtej kufive kombëtare, dhe si kjo strukturë mund të ndikojë në Europë përmes rrjeteve që sfidojnë kategoritë tradicionale të diplomacisë dhe sigurisë. Djathta ekstreme turke nuk është një fenomen margjinal ose folklorik, është një pjesë integrale e strategjisë së Ankaras për projektimin e pushtetit, kontrollin e mospajtimit dhe ndërtimin e një identiteti që tej kalon kufit shtetëror.